Përshëndetje zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht ditën e sotme, këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën tonë të gjatë të komentimeve dhe ngjarjeve rreth jetës së personazheve publik. Konkretisht atë prapavijën që në fakt ne të gjithë luftojmë që ta shohim, por ndonjëherë rrallë e shohim. Si gjithmonë që sjell të rejat më të fundit, lëvizjet më të fundit që kanë të bëjnë me personazhet publik më të dashurit tuaj, këtë herë do të flas për Mateon edhe për Brikenën. Do të thënë do ta nis ditën pikërisht me këtë dyshe. Mateo dhe Brikena, një nga çiftet më pozitiv, një nga çiftet që çdo ditë na dhurojnë adrenalin, çdo ditë na dhurojnë energji të mirë, kanë bërë që së fundmi të sjellin fotografi dhe të ndajnë me ne momentet e bukura që po kalojnë në pushimin e tyre të parë së bashku. Sa e bukur është jeta, do të thënë jeta është krejtësisht surprizë. Në një kohë që Mateo pretendonte që kishte hequr dorë nga Brikena, pretendonte që marrëdhënia e tyre përfundoi, pretendonte që gjithçka kishte marrë fund, Zoti është i madh, kur qëllimi është i pastërt edhe dëshira është e madhe për ta patur në krah një person, Zoti është i madh edhe Zoti e bën të mundur që kjo ëndër, kjo dëshirë, ky pasion të realizohet. Dhe në këtë rast Mateo dhe Brikena realizuan një dëshirë të mbetur pezull vite më parë. Sot çifti, dikur që i thani jo njëri tjetrit, do të thënë kjo është edhe një mësim për ato çifte të cilët janë pak kokfort në marrëdhënie, sot po shijojnë pushimin e tyre të parë. Unë këtë pushimin do ta kisha quajtur muaj të mjaltit, sepse pushimi i parë që shkon me partnerin apo partneren është muaji i mjaltit dhe unë mendoj që Mateo dhe Brikena po kalojnë ca ditë të bukura të muajit të mjaltit. Duket që raporti i tyre po vazhdon çdo ditë më shumë të jetë një raport shumë i afërt, të jetë një raport shumë pozitiv. Ndajnë fotografi shumë të bukura, ndajnë momente shumë fantastike. Brikena si gjithmonë që është e veçantë, ndaç në veshje, ndaç në pamje, ndaç në qëndrim, në gjithçka që në fakt ajo ka, por nga ana tjetër, edhe Mateo po tregon që është një djalë jashtëzakonisht gjentil, ashtu siç edhe ka qenë në Big Brother, që me lëvizjet e tyre tashmë që po bëjnë me këto momentet e tyre të bukura, me këto dashurinë dhe gjithçka tjetër, konfirmojnë edhe një herë që gjithçka që ka ndodhur edhe në Big Brother, edhe jashtë asaj, nuk ka qenë një lëvizje e Mateos për të kapur klikime, por ka qenë një lëvizje e Mateos që vërtet Mateo e ka ndjerë ta bën për Brikenën lëvizjen dhe në fakt janë kënaqur që të dy dhe kanë shijuar momentet. Çifti vazhdon të jetë aktualisht akoma në pushim, do me thënë i kanë dhënë një pushim të merituar vetes së tyre, ndajnë momente të bukura, ndajnë privatësinë të dy së bashku dhe duket që janë shumë të lumtur edhe të gëzuar. Pa marrë parasysh që ato kanë përzgjedhur të pushojnë, mua dhe kjo pjesa tjetër më pëlqen më së shumti, që Mateo dhe Brikena në asnjë mënyrë nuk heqin dorë nga dëshira për të qenë afër fansave, afër miqve dhe afër njerëzve që i duan ato, do të thënë afër njerëzve që i respektojnë ato. Mua më pëlqen jashtëzakonisht kjo gjëja dhe më bën që t'i respektoj edhe më shumë si çift. Do të thënë dyshja po argëtohen pafund. Unë jam i bindur që në fund të këtij rrugtimit, Mateo dhe Brikena do të na sjellin një video përmbëletëse nga ajo se çfarë kanë kaluar, si janë kënaqur. A do të jetë Turqia ku Mateo do t'i propozon Brikenës për martesë? Unë mendoj që do të ishte vendi ideal, sepse duke u bazuar tek marrëdhënia e Kiarës edhe të Luizi, do të thënë Bodrumi,
ju ka sjellur shumë varësi, bodrumi ju ka sjellur shumë fat dhe kanë vetëm të mira në marrëdhënien dhe jetën e tyre, por gjithsesi do kisha dashur me shumë kënaqësi që Mateo të bënte një lëvizje të tillë dhe jam i bindur që Brikena do të surprizoheshte pafund dhe do të mbeteshte pa fjalë nga surpriza e bukur e Mateos. Por edhe në qoftë se kjo lëvizje nuk ndodhen aktualisht në Turqi, jam i bindur që Mateo do të bëj një lëvizje që do të fascionoj Brikenën dhe do ta bëj për vete Brikenën. Do të thënë do të josh Brikenën kjo lëvizje. Rëndësi ka që marrëdhënia e tyre, rëndësi ka që komunikimi i tyre është aq i lumtur dhe të gjitha ato të cilët pretendonin dhe hidhnin hipoteza të ndryshme, mendime të ndryshme, rreth çiftit, rreth historisë së tyre, rreth dashurisë së tyre, kjo lëvizje dhe ky udhëtim konfirmon çdo gjë në raport me marrëdhënien e tyre dhe me dashurinë e tyre. Do të thënë konfirmon që ato janë të lumtur bashkë edhe ka një marrëdhënie fantastike. Unë ju uroj të gjitha të mirat, ju uroj me zemër që të vazhdojnë të jenë të tillë, sepse publiku vërtet i do kështu, publiku vërtet i ndjen kështu dhe shpresoj me shpirt që gjithmonë të na japin atë që ne duam ta marrim. Meqenëse që Brikena dhe Mateo do të kenë një rikthim të fuqishëm në skenën artistike, në skenën e Top Channel-it, por e gjitha kjo do të ndodhen pas një rrugtimi të bukur që ato të dy bën. Do të thënë e gjitha ajo që ndodhin do të thënë në Top Channel, në gjithçka që është bërë, ndodh fakti që ato të dy i kanë bërë ato lëvizje për njëri tjetrin, i kanë bërë ato lëvizje duke treguar që ne dim të rrisim klikime. Unë e kam thënë gjithmonë, do të thënë Mateo dhe Brikena asnjëherë nuk kanë qenë të ndarë, asnjëherë nuk kanë patur krysje mes tyre. Unë kam besuar jashtëzakonisht shumë në këtë dashuri. Besoj sepse është një dashuri që erdhi nga disa kriza, do të thënë një dashuri e shumë kërkuar, një dashuri e shumë pritur dhe në këtë rast unë shoh një Mateo që vërtet është shumë i lidhur shpirtërisht me Brikenën, por edhe një Brikena që vërtet është shumë e gëzuar dhe shumë është e kënaqur me Mateon. Do të thënë ka diçka në këtë marrëdhënie dhe ka një bukuri në këtë marrëdhënie që realisht e mban të fortë dhe realisht e mban në pozitive këtë marrëdhënie që mua personalisht më pëlqen shumë, e vlerësoj dhe uroj me zemër që gjithmonë t'ju vej kështu mbar dhe t'ju shkoj kështu mbar çiftit kjo histori e bukur e kësaj dashurie. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në të gjitha kanalet e mia.